Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni e nga do që të jeni. Kjo një këngë qame, qamëria, kjo plagë rënde madhe që peshon në kurrizin tonë, në shpirtin tonë, e në zemrën tonë. Qamëria e mëse 20.000 kilometrave. Qamëria e artës, prevezës e janinës, e 297 fshatrave tjera shqiptare. Dhe jo më kota, o moj, nusja jo në qamëri, më kenën e të kambi. E po mirije, edhe artistët tonë, se tash i kur veshen këta në bohanë dhe si të bdil paka, sonte e kemi nisë kështu me qamërin, këtë plagë, sepse publiku ynë vjen gjithandej,
Bashk ku ka shqiptar vinë Odeon dhe për herë janë të kaq të shumë. Po sonte na dominon shoqata Qamëria. Do flasim patjetër edhe për këtë. Po ne ecim me spektaklin ton. Po na përveç që e përshëndesim përzemërsisht publikun I cili është këtu në sallë, unë do doja ta përshëndes dhe falenderoj Radio Televizionin 21. E falenderimi, e përqafimi, shkon për të gjithë ata që vërtet na ndjekun, jo vetëm këtu në sallë si spektatorë, po telespektatorët nga të katër anët e botës përmes Radio Televizionit 21, shijojnë ato që përqohet nga ky shesh I fjalës së mirë, e këngës së bukur që është teatër shqiptar Odeon. Nuk mujna me shku. O, mere me men, si është seriozizue Sofia. O vlaj, bukurë? Bukur. Mirë, qato ma të vërtale. Ku peshe Sofin, o ne? A? Ku peshe Sofin? Te syt këtu. O mikja ime dashur. Urdhëro. Urdhë, o Po vlaj. nuk bëhet ajo, o portali. Po qato umër ti, qato lem famur. O portali, akoma me portali ti? O portali, po, ajo ishte Barcelona o portali. I ka... Ecim tutje me që jemi të kalendarimet, le të falenderojmë fillimisht sponsorin ton general, Princesa! E këtë skenografi tër glamur e ka realizuar një dorë vendore. Metal Baho! Metal Baho! Dhe ecim? Edhe ecim tutje me marketing!